Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Burri më la se linda fëmijë me sindromën Down. Nuk e di nëse mund ta shpjegoj saktë se çfarë ndjeva ditën kur mësova se isha shtatzën. Ishte si një dritë që më ra brenda kraharorit, një ndjesi që më kujtonte se jeta ndonjëherë zgjedh të vi pa trokitur. Por në fakt, nuk gabon kurrë me kohën. Arioni në fillim u tregua shumë i gëzuar. Të paktën kështu më tha. Unë i besova fjalët, por jo syt. A i buzëqeshi shkurt si njëri që i del një fotografi e detyruar. Unë nga ana tjetër e përfytyroja veten duke qeshur, duke mbajtur një foshje në krah, duke i kënduar nën zë. Kujtoja aromën e pudrës, rrobat e vogla, hapat e parë, ende pa e parë akoma fëmijën e doja me gjithë qenien time. Në muajin e 4 mjekja uli tonin e zërit. Zëri i saj më kujtoi fjalët që zakonisht paraprin një stuhi. Ka shumë gjasa që fëmia juaj të lind me sindromën Down. Unë piva komplet, jo nga frika, por nga ndryshimi i beft i së ardhmes që kisha imagjinuar. Pash monitorin, fëmia im lëviste, më dukej sikur më thoshte, mami, jam këtu, mos më lër. Dhe nuk pata asnjë dyshim, sado që e vështirë do ishte rruga, unë do vazhdoja të ecja. Arioni nga ana tjetër nuk mendonte si unë. Në fillim u bë shumë nervoz, pastaj i ftohtë dhe më pas ngeli komplet bosh. Nuk ndjem gati, do jetë shumë e vështirë, ndoshta duhet të mendojmë diçka tjetër, më tha ai. Kundërshtova, fola dhe qava, por ai nuk dëgjonte, ose nuk dëshironte të dëgjonte. Mëngjesin kur iku e pash teksa mblidhte rrobat pa më parë fare në sy. Një kafe e ftohur rinte në tavolinë mes nesh e vetmja dëshmimtare e asaj shkëputjeje. Nuk mundem, tha. Dhe kaq. Dera u mbyll dhe zhurma e saj mu duk si kapitulli i fundit i një libri që nuk e kisha kërkuar të mbyllej. Ula në divan me duart mbi barkun tim. Drita e kthinës ishte zbet, por brenda meje kishte një shkëndi që askush nuk mund ta fikte. I pshpërita foshnjës, mos ki frik, mami, nuk jemi vetëm. Dhe vërtet nuk ishim. Kur e dëgjova vajzën të qante pasi lindi, gjithë dhimbja që kisha mbledhur u shkri si boja në ujë. E mora në krah, ajo më preku fytyrën me gishtat e vegjël sikur donte të më njihte me prekje. E quajta Drita, sepse pikërisht kështu erdhi në jetën time. Pavarësisht kromozomit shtesë, ajo kishte filluar të më mësonte se fuqia nuk është zhurmë, por prania që mbetet është ajo që qëndron. Muajt e parë ishin shumë të vështirë. Shpesh qaja nga lodhja, pastaj shikoja vajzën dhe çdo lodhje bëhej e bukur. Gjeta punë me orar fleksibël. U njoha me gra të tjera që rrisnin fëmijë si Drita. U ndava nga idetë e vjetra për familjen perfekte dhe ndërtova tonën. Një familje me ritëm të butë, me buzëqeshje dhe me një zgjatim artificial. Netve kur ajo flinte, e shikoja dhe i thosha vetes. Ai iku nga frika, ndërsa unë qëndrova nga dashuria, dhe kjo më jepte qetësi. Por kur Arioni u rikthye, një vit më vonë, ai dërgoi një mesazh. U justifikua, tha se donte ta shihte vajzën dhe se kishte menduar gjatë këtë gjë. Unë i dërgova një fotografi të vajzës duke qeshur me ato faqet e rrumbullakta dhe të buta. Pasi e pa, heshti, dhe unë e kuptova se nuk më duhej. As atit nuk i duhej. Fëmia im isha unë dhe vetëm Drita. Unë dhe Drita ishim e vetmja familje dhe askush tjetër nuk mund ta ndryshonte këtë.